Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së binjakëve, uroj të jeni mirë. Do bëjmë leximin e radhës dhe uroj që të dëgjohem jo nga shumë, por kam marrë nga disa vrejtje që nuk po dëgjohet zërim fare. Dhe qëllimi im është absolutisht të dëgjohen. E kam ofruar mikrofonin, të dashur mu te goja e kam dhe nuk do lëviz fort të kështu që ta kem tamam që të kuptohem apo të dëgjohem dhe të dashur binjakë. Do filloj leximin e juaj, do filloj me nën të zemrës që do thot, pavarësisht gjithçka që keni kaluar të dashur brenda vetes, ka arritur një moment ku mund të ndjesh një farë kënaqësie ose lehtësimi, jo sepse çdo gjë është perfekte, absolutisht, por sepse çdo gjë sepse ke bërë përpjekje dhe ke filluar të vlerësosh edhe gjërat e vogla. Dhe kjo është një gishtë të lartë të dashur binjakë, të vlerësojmë gjërat e vogla. Kur si vlerësojmë ato të voglat, si mund të arrijmë ato të mëdhat, të dashur. Ke mësuar të presësh gjithmonë që dikush tjetër të bëj të lumtur, ndoshta më parë, dhe kjo të ka dhënë një ndjenjë të mbrëmshme që je në kontroll të emocioneve të tua. Të dashur, shijo frytet e punës, përpjekjes së juaj, lejo veten të ndalosh për pak dhe të thuash kam bërë shumë dhe jam më mirë se qisha. Të ndjejmë mirënjohje për ato që kemi arritur. Kjo ndjenjë është fitore, është puna juaj, nuk është një rastësi. Ke marrë mbi vete shumë përgjegjësi absolutisht dhe po i lexoj kështu, ndoshta më shumë se ç'duhet, të dashur binjak, si zakonisht njerëzit ndoshta se dinë që sa shumë po mban brenda vetes sepse je mësuar të dukesh e fortë apo mos ta kuptoj kush, por në brendësi po arrin një pikë ku ndihesh goxha i lodhur, e raskapitur emocionalisht apo edhe fizikisht. Dhe po vjen kështu për hir të tjerëve për të mos i zhgënyer, për të qenë gjithmonë ajo që mban gjithçka në kontroll. Të dashur, askush nuk të jep medalje për lodhjen tuaj, të ta keni parasysh. Për lodhjen apo që s'të lë të marrësh frymë, ka ardhur koha të thuash mjaft për disa gjëra, të ndash barrën nuk është dobësi, por është mençuri. Të dashur binjak. Tani flet për momente ku duhet të bësh një vlerësim të ndershëm dhe të kjellët. Nuk ka vend më për justifikime, për ta shtyr më vonë apo për të bërë kompromise që nuk janë të shëndetshme. Tani je në pikën ku duhet të shohësh me qartë çfarë mundem, çfarë mund të pranoj, çfarë mund të bartë, kur duhet të them jo, që mos ta bjeni veten në këtë gjendje, njeriu i varur të dashurit e mi. Dhe thot mos vendos gjithmonë me zemër të lodhur, as me mendje të nxituar. Merr kohën që të duhet një lloj reflektimi për të zgjedhur me drejtësi veten tënde. Nëse ndihesh e padrejtësuar apo që të kanë bërë pa drejtë, është koha të vendosësh kufi. Këtu është mjaft dhe kaq nuk do bëj. Nëse ti nuk e mbron balancën tënde, askush s'do ta bëj për ty. Nëse ti nuk e ruan veten, askush nuk do ta bëj për ju, të dashur. Prandaj ndalo së lëvizuri dhe atë drejtësi dhe këtë gjendje të juaj ta kaloni në një mënyrë pak më të lehtë. Si thash, duhet t'i lëni ndoshta pak pezull gjërat, të reflektoni, të shikoni çfarë mund të bëjmë. Ky pezullim apo ky reflektim nuk është fundi i rrugës, është një pikë, siç thash, reflektimi. Është një moment për ta përmbledhur gjithë leximin të dashur binjakë, është një moment i rëndësishëm njerëzor. Nga njëra anë ndjen se ke bërë përparim dhe ke krijuar një lloj stabiliteti emocional, por nga ana tjetër ndjeni të mbi ngarkuar nga përgjegjësia dhe e të bllokuar për të marrë vendime të mëdha. E gjithë kjo po ndodh jo sepse je në rrugë të gabuar, absolutisht përkundrazi, por sepse je në një pikë ku duhet të ndalosh e të shohësh qartë dhe të zgjedhësh gjërat me vetdije. Çfarë do të kërkoja apo çfarë po kërkojnë letrat nga ju, të dashur binjak? Të vlerësosh atë që ke arritur pa e minimizuar. Sikur i shikoni gjërat pa hajt se s'kam bërë asgjë. Në atë kuptim ju shikoj, ju dëgjoj. Të shkarkosh barrat që nuk janë më tuat për t'i mbajtur.
të reflektosh para se të veprosh, sepse vendimi që merr tani do të ndikojë më thellë se ç'mendon. Është koha të vendosni dhe të mos merrni më shumë se ç'bartni, apo mos të ndjeni dhe i lumtur dhe i dëshpëruar në atë mënyrë të dashur binjak.